Shikues të dashur, jemi tani në xhamin Hagia Sophia, e cila është ndërtuar në vitin 537. Në atë kohë pra ka shërbyer si kishë ortodokse për 900 vjet dhe pastaj është shndruar në xhami pra nga Perandoria Osmane. Në vitin 2020, pasi që një kohë të gjatë ka qenë muze, në vitin 2020 është shndruar edhe në xhami për falje, pra mund edhe të vinë të falen të gjithë njerëzit këto. Kupolla madhështore e saj është një nga arritjet më të mëdha të arkitekturës antike. Ka një kombinim të artit bizantin me element islamik dhe mozaik të hershëm të krishterë, që bashkëtojnë me kaligrafi arabe dhe elemente osmane. Brendësia është stolisur me mermer të bardhë, mozaikari dhe dekorime monumentale. Është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe simbolizon ndërthurjen e qytetërime dhe feve të ndryshme përgjatë historisë. Çdo vit vizitohet nga miliona turistë nga e gjithë bota. Është kënaqësia jona që të jemi këtu pra tek xhamia Hagia Sophia, e cila njihet si një nga vendet më turistike të Stambollit. E ani me mua ta vizitojmë edhe brenda.